Fillojmë. Në tenxhere hedhim 1 litër ujë. Te uji do të shtojna edhe 2 lugë të gjellës me kryp. Specat paraprakisht i kam përgatitur edhe i kam gati. I kemi pastru me ujë, kemi larguar bishtat, farat edhe i janë gati për me fillu me përgatit recetën. Ujin mas pari e lajmë që të vloj. Pra ujin me kryp, mandej shtojna specat. Për këtë recetë mund të përdorni, siç po e shikoni, speca të bardhë, të kuq, mundeni me përdor edhe sëmborka, por që kur përgatisni me sëmborka duhet me i lanë më shumë specat me vlu se sa me specat kështu. Që po i shikoni këtu, specat e gjatë, sepse sëmborkave duhet kohë pak më e gjatë derisa të zbuten. E në ndërkohë ne po i lajmë kështu për afërsisht 4 minuta 5 derisa specat na zbuten mirë. Kështu mandej do ta kemi gati pra specat apo turshien si ta quajmë shumë shpejt për me fillu me hangër. Vërtet ja vlen një recetë të tillë me përgatit sepse bëhet shumë shpejt edhe shumë e shijshme. Pasi që kanë vlu mirë edhe janë zbut, po i largojmë anash. E në ndërkohë ne do të vazhdojmë me përgatit edhe qumshtin. Në tenxhere po hedhim 1 litër me qumsht. Te qumshti shtojmë 1 lugë të mes me sheqer. Mandej e la qumshtin që të vloj jo, por do ta la vetëm të nxehet, pra derisa ta duroj gishti. Ju do ta provoni kështu. Le të nxehet, por jo të vloj. E largojmë qumshtin sepse është gati. E në ndërkohë po i marrim specat edhe po i vendosim në për kavanoza. Edhe po e vreni që këto janë zbut, sepse po palohen shumë kollaj, edhe gjithmonë pra do t'i vendoni kështu, specat në këtë mënyrë. Kështu më letë pastaj do t'ju depërtoj qumshte. Pasi që e kemi mbushur një rend me speca, tash po e marrim qumshten e përgatitur ose qumshtin që e kemi nxehur pak, pra thash duhet me qenë sa ta duroj gishti. E provoni, e mandej këtu shtoni edhe 180 ml me kos, unë kosin po e treti, kështu po e përzi, edhe mandej e shtojmë tek qumshti. Është një recetë e gjysheve tona që e kanë përgatit ma herët, por që do ju shijoj shumë. Edhe përgatitet normal shumë shpejt. Tash e përzim mirë, edhe mandej marrim nga qumshti edhe i mbushim kavanozat. Kështu veprojmë derisa të përfundojmë me krejt specat. Harrova t'ju them se për këtë recetë do t'ju nevojiten 600 gram speca, por qumsht do t'ju nevojitet kjo sasi. Nëse doni me përgatit ma shumë, atëherë masat i dyfishoni. Përgatitet thash shpejt, mbas 2 dyte mund të filloni me njëherë me hangër, sepse bëhet shumë shpejt. Nëse qumshti nuk ju del, mund t'i shtoni pak qumsht mbet derisa të mbulohen specat. Mandej i mbyllim mirë me kapak e pastaj do t'i mbulojmë, kështu do t'i la për më spaku 6 orë e pastaj do t'a shikojmë që specat me kos do t'i kemi gati, unë të nesërmen do t'i kontrolloj edhe do t'i shohim si do t'bohen. I mbulojmë, kjo e mban ngrohtësinë edhe kosi zihet më lehtë. Tash të nesërmen po i shikojmë se si janë bërë. Do t'i hapim tash kavanozat edhe shohim edhe rezultatin. Ja kështu po duket, pra speca me kos, një recetë e shishme për mëngjes, edhe që përgatitet lehtë, shpejt, e keni gati për një kohë shumë të shkurtë. Mundeni me fillu me hangër mbas 2 dite, por në qoftë se e leni pak më gjatë, normal që do t'ju shijoj më shumë edhe speca do të bëhen më të mirë. Kjo ishte e gjitha që kishim përgatitur për sot. Shpresoj që edhe kjo recetë do t'ju pëlqej
nëse e provoni, ju boft mirë. Mirëmbëjtje.